armatime, municione, ndihma për Ukrainën, teksa Ballkani zjen nga ethet e një konflikti të ri. Këto janë ato që kemi dëgjuar vazhdimisht javën që po lëm pas, sikurse e kemi diskutuar vazhdimisht në A2 CNN dhe gjendjen e ushtrive tona, si të Kosovës edhe të Shqipërisë në rastin të një konflikti. I gjithë populli rezervista pak ditë më parë për A2, Ministri Mbrojtjes në Kosovë, Jop Maqedonci, dhe madje në shtator të këtij viti, kur nisi dhe viti rishkollor, nxënësit e klasave të 11-ta do të kenë mundësi të zgjedhin për të ndjekur lëndën edukimi për siguri. Për këto edhe për buxhetin e vëmendjen e shtuar për mbrojtjen e sigurinë e këtyre kohërave që po jetojmë, ndajmë sot një bisedë me Besa Kabashin, njohëse shumë të mirë të çështjeve të sigurisë. Mirë se vjen, kënaqësi që jam me ne. Mirë se u gjej, kënaqësia është e imja. Zonja Kabashi, doja një koment së pari nga ana juaj, një lëndë mësimore me zgjedhje edukimi për siguri për nxënësit e klasave të 11-ta, që do thot pak a shumë për adoleshentët, një iniciativë e Ministrisë së Mbrojtjes mbështetur dhe nga ajo e arsimit. Si vjen për ju ky propozim? Kjo është në kontekstin e sa komplekse është situata sigurisë në vend dhe në rajon, kjo është një çështje taktike, nuk është inovative ose pazakonshme në jetën të kalumen si vend kemi pas lëndën e mbrojtjes. Mirë po nëse sheh se çfarë kapacitete po ngrisim, atëherë duhet të flasim shumë më seriozisht për moshat madhore dhe komponentat që veç kanë dalë si rezultat i rishikimit të sektorit sigurisë, ku hinë edhe strukturat ushtarake, edhe rezervistët, edhe garda kombëtare, edhe qasja gjithëpërfshirëse në adresimin e kërcënimeve rrezikshme ndaj një vendi. Për me qenë pak më direkte, më e qartë, ndoshta për publikun që nuk e njohin fushën prej së afërmi, sot jo veç vendet e vogla, po as vendet e mëdha nuk mund të mbrohen nga kërcënimet dhe rreziqet në mënyrë vetanake, sepse kërcënimet dhe rreziqet ndaj shteteve varirojnë dhe janë bërë shumë komplekse, prej aktorëve shtetërorë deri te ata terroristë, mos flasim edhe për katastrofat natyrore. Kështu që është një mori e kërcënimeve dhe rreziqeve, cilave nuk mundet me u bë ballë në mënyrë vetanake, prandaj edhe ekzistojnë ombrellat e sigurisë siç është NATO. Ne kemi pa që te platforma NATO Resilience 2030 apo platforma për reziliencë 2030 nga NATO parashihet që e vetmja mënyrë e qëndrueshme që shtetet të mbrohen është që të krijojnë një qëndrueshmëri të brendshme për nga kapacitetet, por të kenë një qasje të integruar të mbrojtjes së vendit, ku përfshin kapacitetet e brendshme, qoftë ato ushtarake, qoftë ato civile, private, nivelin e komunitetit kështu me radhë, dhe ndërlidhja me aleancat strategjike dhe ombrellat e sigurisë siç është NATO. Kështu që për Republikën e Kosovës, sikur për shumë vende tjera, po them jo vetëm ato të vogla si ne, po dhe vende të mëdha, kapacitetet e brendshme janë vetëm një ndër elementet kyçe për mbrojtje, ndërsa është shumë më e rëndësishme për nga pesha mënyra se si pozicionohesh strategjikisht në kontekstin e sigurisë dhe çfarë aleanca dhe sa të fuqishme i ki aleancat me shtetet e fuqishme perëndimore dhe me aleancat siç është NATO.